Jam këtu në vorrezat e dëshmorëve të Gjirokastrës dhe kam ardhur për të komunikuar me ju sepse në sfond në shkoni që është varri i Fatmir Shehut, oficerit që është vrarë në Peshkepi. E kam ardhur këtu për të komunikuar në momente shumë të vështira në lidhje me dosjen e Peshkepisë edhe në lidhje me shumë zhvillime të as pak të pëlqyeshme, bile të rrezikshme. Pse them këtë? Gjykata kushtetuese ka gjykatës brenda të cilët kanë qenë në procese të ndryshme kur është mbyllur e dosje dhe kanë ardhur duke u ngritur në detyrë dhe kanë shkuar gjykatën kushtetuese. Kështu që mund të jetë ndonjë nga ata gjyqtarë që e kanë mbyllur atë dosje ose në GKK ose në gjykatën e lartë diku, ose shokët e tyre, ose kolegët e tyre, ose prokuror, njerëz të tyre, shokët e tyre, miq të tyre, dhe ata janë të interesuar që ajo dosje të mbyllet siç e kanë mbyllur ata dhe mos të ekspozojnë kolegët e tyre. Kaq, kjo dihet. Në momentet e tilla, kaq të vështira, unë kam bërë një punë sa kam mundur me ndihmën tuaj të gjithë juve, unë kam bërë një punë të lodhshme, shumë të lodhshme për vete, po asgjë se në fundit për vendin tim e kam bërë dhe për të zbuluar çështjen e Peshkepisë. Tani unë kam ndeshur me familjarët. Ju kam thënë një herë dhe prapse prap. Para pak ditësh erdhi i vëllai Fatmir Shehut atje, Fiqëri Shehu, në Tiranë. Mirë pa ai erdhi me kushtin kryesor, që po që dilaveri në gjykatën kushtetuese, unë nuk vi në gjykatën kushtetuese. E imagjinoni se ç'do të thotë. Pra unë që e kam marrë atë dosje, pas 32 vjetësh e kam marrë dosjen e Peshkepisë. Nga gjetur kam kërkuar në SPAK, nuk pranuan të japin përgjigje, thanë kemi gjykatën e lartë, shkova në gjykatën e lartë, kemi në gjykim, shkova në gjykatën në kohën e gjykimit, e nxora me 1000 vështirësi, e çova në kushtetuese, paguajt edhe lek nga xhepi im. Mi kanë dhënë miqtë e mi, aty në sy, dhe aty 1000 euro i kam paguar unë, dhe 2 persona të tjerë kanë paguar 500 euro të tjera. 1500 euro për fakturën shoqëruese. 1000 euro i kam paguar unë, pjesën tjetër i kanë paguar ata. Dhe sot, thonë ata që mos të jetë dilaveri aty. Ore jam dakord. Jam dakord që mos jem aty, po nuk e gjejnë zgjidhje, sepse erdhi atje dhe ne nuk e dim ku është dosja. Ata kanë thënë dosja është në SPAK. Dhe pastaj nuk ka shkuar njëri të interesohet me në SPAK, a është dosja këtu, pse ka ardhur, ku ka vajtur, pse s'ka shkuar në gjykatën kushtetuese, sepse është radhë e veprimeve, tani ne jemi në mesnatë, të tmerrsisht e vështirë, nuk e besoni. Gjykata kushtetuese nga ana tjetër nuk jep një datë, se kur do të gjykohet në gjykatën kushtetuese çështja e Peshkepisë. Edhe kjo jo, s'japin datë ata. Kanë kaluar 2 muaj dhe po fillon muaji i tretë. E imagjinoni ç'do thotë. Ai ka njerëz që thonë mund të zgjasë dhe 6 muaj, ka njerëz që thonë mund të zgjasë dhe 1 vit, ka njerëz që thonë edhe që kjo punë ka marrë ferauratën se kaluan 33 vjetë. Ja, më këto janë. Dhe nga ana tjetër të vjen keq kur Fiqëri Shehu, i vllai Fatmir Shehut, i dëshmorit Fatmir Shehu, vjen në mes të Tiranës dhe thotë më mirë të mos zbardhet ajo dosje se sa ta zbardhi Lavernelaj. Dhe më mirë të mos gjenden autorët e asaj masakre se sa t'i gjej Lavernelaj. Dhe vend kusht që po që Lavernelaj aty të gjykata kushtetuese unë nuk hy. Që unë e kam atë informacion. Kush e ka tjetër? Të gjitha shkallët i kam ndjekur unë me ndihmën tuaj, me keni ndihmuar nga të 4 anët. Në vend që të interesohet për demin shpirtëror për një shpërblim financiar, që duhet ta marrin familjet e dëshmorëve, e vën luftën me mua. Dhe e vën luftën me mua, e kuptoni ç'do të thotë. Në vend që të urrej Belerin që i ka vrarë vëllain dhe që është kapur në makinën e kapur të Belerit dhe të Jorgës Anastasulis, janë kapur pistoleta e Fatmir Shehut që është këtu dhe pushka e Arsen Gjinit. Po të shikojë numrat e serisë, këto dihen dhe Parlamenti Evropian një ditë mund të veprojë për këtë punë. Dhe në vend që të maj natë me Alfred Belerin që i ka vrarë vëllain, mbani natë me mua që s'kam lënë vrim me skut pa kërkuar e pa shkuar për t'i gjetur autorët e masakrës e Peshkepisë. Dhe tani jemi ngushtë, jemi jashtëzakonisht ngushtë, sepse nuk arrin ta gjej, ta gjurmoj njeri. Ata në gjykatën kushtetuese sigurisht janë të interesuar që unë mos jem aty i pranishëm. Sa ata po që jesh unë i pranishëm, unë prish punë. Për ata, rregulloj punë për ju dhe për ata që janë të vrarë, të rënë. Mirë po, ne e dim atë. Ne e dim se kemi parë me 10 prill që nuk shkruajti asnjë gazetë për vrasjen e Fatmir Shehut dhe të Arsen Gjinit. Nuk shkruajti për asgjë për masakrën e Peshkepisë, me 10 prill të 2026, në 32 vjetorin e masakrës. Ne kemi parë heshtjen e Ramës, ne kemi parë heshtjen e Ardit Bidos, ne kemi parë gjithë këto gjëra dhe i dim të gjitha këto. Dhe kur vjen puna, vjen i vëllai Fatmir Shehut dhe thot atje, po që dilaveri në gjykatën kushtetuese, unë nuk vi. Imagjinoni se ç'do të thotë, ja ku kemi arritur.
Ky është halli i madh. Prandaj ju them që është në rrezik dosja e peshqepisë, sepse në fund të fundit nuk pati njëri tjetër në 32 vjet që ta çonte gjykatën kushtetuese atë dosje. As familjarët, as shqiptarët, as pushtetarët, as opozitarët që janë të shitur, që dihet se ata e kanë belerin në krye. Dhe dola unë dhe e qova. Dhe tani duan të mbajnë. Ona jam me të vërtet i shqetësuar dhe prandaj kam ardhur sot për të komunikuar me ju, për t'ju thënë që të bëni presion mbi ta, që të sillen si shqiptar, të sillen tamam siç ju takon familjeve të një dëshmori. Ti çojnë përpara përgjegjësisë, edhe pse shumë vonë ata njerëz që kanë bërë vrasje, që kanë grabitur armët, dhe mos harrojnë se nuk janë vetëm 2 familje të dëshmorëve. Janë edhe familjet dhe personat e plagosur, 3 ushtarët e plagosur. Janë dhe 130 ushtarë të terrorizuar natë. Është edhe një popull shqiptar, dhe nuk janë vetëm 2 familjarë, po është një popull shqiptar, një dinjitet kombëtar që është cenuar, është rënuar, është në përkambur. Dhe vjen sot në këto ditë të zeza, duke dëgjuar Belerin atje që flet kundër çamërisë, kundër çemërave, duke i trajtuar naziste, duke folur për vorjepirin lart e poshtë, duke thënë të 99.000 të zezave, dhe pikërisht në atë momente të kaq të vështira, kur ne kemi ngecur me dosjen e peshqepisë, që nuk e dim ku është dosja e para, dhe nuk dim asnjë datë se kur do merret vendim, që ta çojmë në Strasburg, dhe duan me çdo kusht që mos ta çojmë në Strasburg, që të mos të ekspozohet që të merr i madh që është bërë. Pikërisht në këto momente vjen i vëllai i Fatmir Shehut për faktin tonë të keq dhe më shpall luftë mua, sikur të jem unë Alfred Beleri dhe jo të jem Dila Vernelaj, që kanë bërë të pamundurën që të dalë në dritë dosja dhe shqyrë që doli. Dhe pikërisht në këto momente me duan të më spospojnë mua, të më largojnë mua që të mos jem afër gjykatës kushtetuese. Unë nuk e di se kush ka gisht pasat në këtë gjë. Unë nuk e di se kush i nxit këta njerëz. Se do flas me radhë pastaj, unë nuk e di se qëndrim do mbajnë në të ardhmen familjarët e Arsen Gjinit. Unë di t'ju them vetëm kaq, mos të gaboj njëri të tallet në atë dosje. Kam hequr, nuk kam operuar syrin e ballit unë për të shkuar në vende e dosje. 1.000 euro i ka dhënë djali nga Korça për mua. Ka thënë Dilaver këto që të mos tërprohesh ti, do t'i paguaj unë. 1.400.000 i ka dhënë në dorë për faturën shoqëruese, në tavolinë. 1.400.000 lekë. Ato, do më thanë, 500 euro janë lekuiduar, 1.000 euro do vinin për mua për operacionin e syrit dhe punë dhe për sa nevojat e tjera, dhe kurve puna i kam kaluar për dosjen peshqepia. Ata maskarinj, ata tralltar të kombit dhe Shqipërisë, njerëz pa dinjitet dhe pa sedër që mendojnë për famë dhe për para, që janë duke nxitur familjarët kundër me, janë duke bërë tradhtim ndaj dhëut. Kaq. Rrini mirë. Se ky shtet do t'i ftoj të gjithë, edhe ata të UÇK-s, edhe të tjerë persona patriot shqiptar, reagoni, mos i lejoni t'i zgjasin gishtat e tyre të zinj dhe të zeq, t'i luajnë në fijet në errësirë, fijet e padukshme, që nuk i shohim ne, po që t'i luajnë fijet disa njerëz të rrezikshëm që janë tradhtar të popullit dhe mund të kenë autoritet në këtë vend. Prandaj, më ndihmoni që të shkojnë gjërat në vend, që të shkojë secili atje ku i takon. Dinjiteti kombëtar në vend para se gjithash.